Përshëndetje. Lidhjet me një narcist shpesh janë të mbushura me pasion, tension, idealizëm dhe pastaj zhgënjim të thellë. Megjithatë, shumë njerëz dhe pasi kanë kuptuar tiparet narciste të partnerit, vazhdojnë të qëndrojnë në lidhje me ta. Madje shpesh e mbrojnë, e justifikojnë ose e arsyetojnë sjelljen e tij apo të saj. Pse ndodh kjo? Pse qëndrojmë në një lidhje që na bën keq? Pse duket sikur dashuria ndaj narcistit na ka lidhur në mënyrë të pashpjegueshme? E para është fasada fillestare, dashuria perfekte. Në fillim narcisti nuk duket as pak si problematik, përkundrazi, ai duket ideal. I vëmendshëm, karizmatik, i suksesshëm, me vetbesim të lartë dhe mbi të gjitha të bën të ndihesh i veçantë ose e veçantë. Kjo është faza që në psikologji quhet idealizëm. Narcisti të jep ndjesinë që askush më parë nuk të ka dashur si ai, të dëgjon, të vlerëson, të jep vëmendje magjike që të lë pa fjalë. Në këtë fazë, truri ynë prodhon dopamin, oksitocin dhe serotonin, dhe ne lidhemi fort emocionalisht. Kjo ndjenjë nuk është thjesht dashuri, është një varësi neurobiologjike. E dyta është zhveshja graduale e realitetit, manipulimi i ëmbël. Pas idealizmit nis faza e dytë, nënçmimi dhe kontrolli, por nuk ndodh papritur, ndodh ngadalë dhe me mjeshtri. Fillon me batuta ironike ndaj teje. Pastaj vën në dyshim kujtesën tënde, nuk ta thash ashtu, jo. Je shumë e ndjeshme, nuk e ke kuptuar gabim. Më pas të fajson ty për çdo problem të vogël dhe e përfundon me ndëshkime emocionale. Të injoron, të tërheq dashurinë, të kërcënon me largim. Ky cikël lart, poshtë, krijon një trazim emocional të vazhdueshëm dhe në këtë trazim shumë njerëz ngatrojnë ankthin me pasionin. Mendojnë se kjo është dashuri e fortë, ku në fakt është manipulim i vazhdueshëm emocional. E treta është shpresa se ai apo ajo do të ndryshojë. Një iluzion i rrezikshëm që mban gjallë një lidhje me narcistin është po të më dojë mjaftueshëm, do të ndryshojë. Ky besim krijon një vazhdimsi emocionale të pakushtëzuar, kur personi filloi të bëhet kujdestar, shpëtimtar apo dhe psikanalist i partnerit të vet. Ka pasur një fëmijëri të vështirë. Thjesht ka frikë të lidhet emocionalisht. Ka shumë presion në punë. Këto justifikime janë buroja psikologjike që krijon viktima për të përballur dhimbjen dhe paqëndrueshmërinë. Në çdo copës vëmendje apo pendese nga narcisti përjetohet si një shenjë që ai po përmirësohet duke mbajtur lidhjen e hapur dhe kur ajo është toksike. E katërta, të qenit viktim pa e kuptuar. Në shumë raste, personi që është në një lidhje me narcistin nuk e kupton me njerë që është duke u abuzuar emocionalisht. Kjo ndodh për disa arsye. Sepse narcisti e ndryshon sjelljen sipas interesit të tij. Sepse abuzimi nuk është fizik, por psikologjik, që shpesh neglizhohet. Sepse viktima ka më shumë frikë nga vetmia se sa nga kontrolli. Sepse personi ka mësuar që nga fëmijëria të duroj, të shpëtoj të tjerët, të sakrifikoj. E në këto raste, narcisti gjen terren ideal, një partner që fal shumë, që kërkon kuptim për gjithçka, që ka ndjeshmëri të thellë dhe nuk largohet lehtë. E pestë është mungesa e vetvlerësimit. Shumë njerëz që qëndrojnë me një narcist në thelb nuk ndihen të denjë për më shumë. Ata mendojnë, s'do më doj askush tjetër si ky, apo si kjo. Ky të paktën më njeh mua. Unë jam shumë e vështirë për të dashur. Këto janë mendime që vijnë nga plagë të vjetra, shpesh që nga fëmijëria. Mungesa e dashurisë prindërore, ndëshkime të padrejta, përçmime nga të rriturit, pritshmëri të pamundura për të arritur,
Këto plagë krijojnë një vetbesim të dëmtuar dhe kur ndeshin një narcist, lidhja bëhet si një teatr i përsëritur dhimbjesh së dikurshme. E gjashta, të shpresosh që dashuria do të shërojë narcistin. Një tjetër arsye e fuqishme që njerëzit qëndrojnë me narcistin është besimi i gënjeshër se dashuria ka fuqi shëruese për gjithçka. Po, dashuria shëron, por jo kur partneri yt nuk kërkon të shërohet. Narcisti nuk ndërton karakter sepse dikush e do më shumë. Ai ndërron vetëm kur përballet me pasojat të sjelljes së tij dhe ka vetdije që ka një problem. Në të kundërt, ai e përdor dashurinë tënde si karburant për egon e vet dhe çdo përpjekje për ta ndihmuar e shes si dobësi nga ana jote. E shtata është frika nga ndarja. Frika më e madhe nuk është dhimbja brenda marrëdhënies, por ajo që vjen pasi marrëdhënia mbaron. Vetmia, ndjenja e dështimit, frika se do të vuash më shumë jashtë lidhjes, turpi para të tjerëve, paqartësia për të ardhmen. Narcisti e di këtë dhe përdor këtë frikë për të mbajtur të lidhur. Të thotë, pa mua s'do të jesh askush. Askush tjetër s'do të doj sa unë. Je shumë e dobët për të përballuar jetën vetë. Mos bëj budalliqe. Dhe me këto fjali ai mbjell frikë që të ngjan si realitet, por nuk është. E teta është si të dalësh nga një lidhje me një narcist. Nuk është e lehtë, por është e mundur. Disa hapa janë: prano realitetin, pa justifikime, pa iluzione, por ai ka dhe anë të mira. Ndërto një rrjet mbështetës, miq, familjar, terapeut, njerëz që të njohin dhe të duan vërtet. Riktheu te vetja. Kujto çfarë do ti, kush je ti pa narcistin, çfarë ëndrash kishe, çfarë vlerash ke. Ndërto kufi të fortë, narcisti nuk ndryshon, por ti mund të ndryshosh mënyrën se si e lejon të ndikojë në jetën tënde. Mëso të mos fajsosh veten. Nuk është dobësi të duash dikë. Dobësi është të humbasësh veten duke dashur dikë që s'të do vërtet. Dhe si përfundim do të thosha se dashuria e vërtet nuk të shkatërron. Njerëzit që qëndrojnë me narcist nuk janë të dobët, janë të ndjeshëm, janë të dashur, janë të gatshëm të falin, të shpresojnë dhe të luftojnë për dikë që nuk lufton për ta. Por në një lidhje me narcistin, lufta është e njëanshme. Dashuria është vetëm një maskë për kontrolin. Afeksioni është vetëm mjet manipulimi. Por ti, me gjithë ndjenjat e tua të sinqerta, je bërë rob i një teatri ku çdo skenar është i parashikuar. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Nëse dëshironi mund të bëni komente, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të tjera her pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofshi.